Të dashur miq, ndodhemi këtu në fshatin Hoxhisht për të sjellur urime të bukura me rastin e ditëlindjes të gjysh Ligorit. Këtu na ka dërguar Olivia Bukuroshja, e cila ndodhet larg. Shkojmë ta surprizojmë. Moza. Në kohën e drejtës që ne si u gjejmë. Po me Se ndryshe do të ishit ikur diku. Si keni qenë me shëndet? Mirë? Pas kemi. Ja, ishim shtëpi. Po e në kështu e dua më mirë t'i qojmë nga gjumi se sa mos t'i qojmë fare. Ishte ju që shben, si kalon. Edhe që vite gëzofsh. Viti kalon shpejt edhe ne vim, po ashtu me vitin që kalon. Si keni kaluar? Mirë? Erdhëm në kohën e drejtës që t'ju gjejmë. Më mirë t'ju gjenim kështu. Ne s'lëvizëm nga shtëpia. E po thash ndoshta në përhara, se tani ka punë. Jo, arat jashtë që kemi lënën e. Merreni vetë Kemi këtu. Do me thënë sa herë që ne të kthehemi, nuk është se si Po, gjejmë, do ju sa herë të gjejmë. vini këtu. Sa mirë. Unë them gjithmonë që mosha ka lezetin e vet. Të thash unë që do vi surprizë. Dikush do kujdoj se le të themi që çdo prind pret dikë. Ajo zemra e prindrit instikti është që dikush do vijë. Të thash. Nga që janë fëmijë të lartë. Ajo është Kjo është. shumë e dashur. o Zot. Moza po thot ajo është e dashur, për ke ka fjalën? Për nuse. E po, ju kam thënë dhe ju them, nuse të tillë është fat ta futesh në familje. Me ato përkthimet e saj, me pak siklet, derisa i përkthente, nuk e di, a më kuptove, do t'i qosh kështu, do t'i qosh kështu. Me shumë merak, me shumë dashuri këtë surprizë. Lumi ju që e keni, patjetër dhe djali Lum që e ka, nuk diskutohet. Po ajo Bukuroshja, Olivia, që na rritet çdo ditë, u bën një Djeta gjyshi. Dje, Prerë të pare. Se fletan gjysh. Tamam, le të themi tamam për ditëlindje. Pa jo, po Të mëson, ketë jetë dhe shëndet. po mëson nusja, pa lere qupa. Bravo. Nga që Mashallah. Do. e ka pranuar që është lidhur me shqiptar dhe përpiqet të mësoj shqip. S'ka më bukur. Pa mëson e çukën tash. Vetëm mësoj djali mëson ajo shik. Sa mirë. Mirë, se mami ka edhe atë kontaktin e përditshëm se. Baba i Ai nga shtëpia i shikon puna. gjithë ditën. Po, Ai kjo punon. është. Punon. Ajo është mashallah o Zot. Si dritë ka filluar të ecë, të plasë, tamam. Qupka. Si është ajo? Rreth një vit e gjysmë, të 7. Tipo një vit e 7 muaj. Ta keni me jetë nuk ka më bukur. Edhe ne le ta themi që vim në emrin të Olivias për gjyshin. Ja edhe unë po ulem. O Zot. Më dëgjoni pak Lopshin kem. këtë Kartolinë Orini. Gëzuar ditëlindjen gjysh Ligori. Sot është një ditë e veçantë për ne, një ditë ku festojmë jetën tënde, për kushtimin dhe dashurinë që na ke dhuruar pa kursim. Ti je shtylla jone e fortë, shembulli i mirësisë, urtësisë dhe durimit. Fjalët e tua të ngrohta dhe buzëqeshja jote kanë qenë gjithmonë dritë në jetën tonë. Edhe pse larg, zemrat tona janë pranë teje, të mbushura me mall, dashuri dhe mirënjohje për gjithçka që je për ne. Çdo kujtim me ty është një thesar i çmuar që do ta ruajmë gjithmonë. Urojmë nga zemra që Zoti të dhurojë shëndet të plotë, vite të gjata dhe të lumtura, dhe sa më shumë momente të bukura në jetë, të buzëqeshësh gjithmonë dhe të ndihesh krenar për familjen që të do pafund, për qafime të ngrohta dhe me shumë mall nga larg, për nën Mozën dhe për ty gjysh Ligori. Ju duam shumë, Olivia, Ani, Giani. Urime, jetë dhe shëndet, i patsh me shëndet kudo që t'jena, dhe ta keni po këtë dashuri kaq të madhe. Po le ta themi është edhe nga Zoti, po jo të gjithë fëmijët bëjnë kaq shumë dhe mendojnë kaq shumë. Se të gjithë prindrit janë të sakrificës. Bravo për fëmijët e kulturuar dhe të dashur që keni. Jetë dhe shëndet të ty. U mbushe se ti nuk është se të rashu. Malli për ta është. Pa dyshim. Po mjafton të jenë mirë, unë kështu them gjithmonë. Ajo është o Zot. Ata vini ju vizitojnë vit për vit.
Patjetër, jo. Tani prindri do gjithmonë këtu. Me po edhe lejen këtu që të dy do vinë si Jo, vjegjim. jo, Ah, jo. sa mirë. Vinë edhe rinë. Po ata Rinë një muaj, a rinë gjatë, Lejen Nuk tu e u- vejnë. Tu e berën si ka që vinë, kjo është. ata nuk u lidhë të dyja palët. Qupa mori Gjerman, Po, kjo me dy Ungareski, muaj, po, kështu me që Ungareski. Po mundohet shumë të mësoj gjuhën. Le të themi që prapë kokën e mbajnë nga prindë. jo, E ju pa dyshim ka nga ditë Ajo na doje. mos Ajo na do mos shumë. na nxjerr çupkin tre Që në të mos të zërë malli të thuash Edhe ja thotë, që se ja. shikoj, ja, Ja, që nena, nga ja, telefoni, gjyshi. nga telefoni. Fillon të njoh tani të gjitha. Ajo, sa e shikon të gjyshin, ne. Kemi Piq, vendosur një gjyshi. foto këtu. Është shumë e bukur, mbajmë si një kujtim të bukur. Gëzuar ditëlindje baba, tortën e kishte me shumë merak, donte një tortë të bukur, të shijshme dhe ne ja plotësuam. Pa dyshim edhe një lule që të mbetej gjatë, por të kishte edhe ndonjë simbolike, që kjo ka simbolikën e zemrës. Edhe u përpoqëm që në emër të tyre. Shumë faleminderit. Ja, le ta mbajmë moza aty. Happy birthday, gëzuar ditëlindje. Edhe tjetër ju kemi në zemër. Duke e futur edhe gjyshin, po edhe nënën pa dyshim. Se të dy duen, nuk diskutohet aja. Ata nuk rinë asnjë vit. Kështu që ne vim me shumë dashuri gjithmonë kur na dërgojnë në të gjitha Edhe vendet, urimin që po kishte këtu e bërë, kemi me faleminderit. shumë kënaqësi të vimë, sa herë që vim ne. Olivia na zgjon pak. Na zgjon që ne E të ne vimë me kemi respekt. gjithmonë. Ju falenderoj. Tani bashkë me mosa, sa ata ju kanë telefonuar, do t'ju telefonojnë besoj. Prap deri në mbrëmje kush e di sa herë do Ki marrin. shkoj throja, ki shkoj të qenë E kishte, mëngjes. sa mirë. Gjyshi edhe në qik. Më ka shkruar ka rreth 4-5 ditë. Edhe ashtu si përpiqej kështu. Gjyshi datë 26 ditëlindje thoshte, shkruan te kështu. E pastaj me përkthim jemi marrë vesh. Brava për nuse. Nuk na ndodh, është rasti në 5 vite punë, është rasti vetëm që një e huaj le ta themi për nga kombësia, se për nga familja është e zemrës, pa dyshim. Këndojmë bashkë me mozën. Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për gjyshin, shumë urime për ty. Na mendoj një dëshirë të bukur. Ju i dua të gjithë njerëzit. Pa pjesë. Bravo. Sidomos të familjes të desë. Pa diskutim që është, le të themi, Ky është mendimi. Unë dua fëmijët, Paqe. vërtet, po fëmijët Paqe. le të themi që neve i dua më shumë se sa jeta jo. Pa dyshim për ata jetojmë. Gjë e Nuk parë ka më fëmijët. bukur.